Miqtë Prizmës. Sot në Shkodër, kryetari bashkisë Shkodrës i hypur vetë në autobus, tregoi se do ketë një shërbim më të mirë, autobusa më të mirë, stacionet që kundër i keni parë ju janë të mirë, bile kanë edhe display, kanë edhe billboardera të vegjël, po të vegjël, në një hapësirë të shkëlqyer, dhe sigurisht shërbimi në 20 minuta nga një autobus u premtua, sepse sigurisht shërbimi i autobusit në Shkodër është për tu dëshiruar. Është për tu dëshiruar e para se ka vetëm një linjë. Shkodra nuk është bërë akoma një vend ku të kemi 2 ose 3 linja autobusi. Kjo do të ishte një nga gjërat më të mira. Nuk është bërë e mundur edhe sot e kësaj dite. Mbas 35-36 viteve, po themi, demokraci. Gjithmonë e them me shumë kujdes të fjalë, po demokraci, dakord. Me kuptimin që nuk jemi më në diktaturë. Çfarë shërbimi? E para, autobusa më të mirë. E dyta, frekuencë më të mirë dhe stacione më të mira. Sigurisht stacionet janë më të mira, jo thash edhe herë janë të shkëlqyera, dhe autobusat tash janë më të mira dhe sigurisht frekuenca është gjëja më e mirë. Dhe kjo është një nga ato të mirat që i bëhen qytetit, është një shërbim i ndjeshëm. Nuk kanë gjithë makina dhe nuk mund të hypin gjithë bicikleta, as motorcikleta. Ka shtresa dhe njerëz të cilët duan të përdorin urbanin. Minimumi atë linjë që kemi. Atë linjë që kemi nga Gjatësia, nga Baqalleku deri në Fermentim. Ajo pastaj çon njerëzit në disa stacione që ka, i çon njerëzit në sidomos frekuencë, jo një herë në orë. Këtë e prezantoi vetë kryetari i bashkisë dhe sigurisht është një punë jashtëzakonisht e mirë. Me këtë e fillova sepse ja vlen sepse pak e vlerësojnë si fakt, e vlerësojnë shumë pak, kur për këtë lloj shërbimi kanë shumë nevojë. E dyta është sqarimi përmbi referendumet. Nga Edi Rama është edhe ideja e referendumit. Të sa më marroi një referendum në Itali dhe sigurisht për disa gjëra mund të përdoret referendumi edhe në Shqipëri. Po sa të zot jemi ne, edhe ç'thot ligji për referendumet. E para punës duhet propozuar me firmën e 50.000 njerëzve ose me 30 deputet ose nuk e di ç'formë tjetër është për ta propozuar në parlament ose dhe qeveria. Dhe patjetër duhet ta çojnë kushtetuese për kushtet çfarë kërkon ky referendum. Në momentin që në kushtetuese merr aprovimin, referendumi mund të zhvillohet. Pra, 50.000 njerëz në popull, 30 deputet në parlament ose qeveria me vendimin e saj dhe me lutjen që i bën duke sqaruar çfarë kërkon ky referendum kushtetueses. Tash ku është problemi që ne? Problemi që ne është se ne kemi një armat për 3.6 milionës, ose mos gabohem janë 3.6 milion me të drejtë vote, ku 2,5 milionë njerëz jemi në Shqipëri. Sigurisht që është hapur edhe rruga për të votuar edhe ato jashtë, kush është shtetas shqiptar me drejtë vote. Por sa mund të funksionojë? Pra, duhet një diçka e posaçme që ta korrektoj pikërisht këtë defekt të jashtëzakonshëm, sepse përndryshe ne nuk mund të realizojmë asnjëherë, sepse referendumi funksionon mbi bazën e trupës, gjysmës së saj, dhe fitoria i takon gjysmës +1. Më kuptoni, ne nuk mund të realizojmë pothuaj, ose është absurde ta mendosh se ne mund ta realizojmë daljen e gjysmës. Duhet të votojnë 1.8 milion. 1.8 milion e kanë shumë të vështirë të votojnë. Pra, referendumi është shumë i kollajt, është një po, një jo, dakord, në rregull, këtë e kuptoj. Problemi është se duhet dalin shumë, janë 3.6. Dhe duhen, patjetër, 1.8 milion.
Dhe në këto 1.8 milion, gjysma plus 1 fiton. Pra duhet, që se janë shifrat kështu trombullakosura, 901 veta. 900.001 vetë. Që dali referendumi të ketë vlerë numerike. Pastaj se çfarë ke votuar, ky është një problem tjetër. Më kuptoni ku është fjala? Në këtë mes nuk është problemi jo. Ajo është sipas dëshirës popullit, e di ai. Problemi është a krijohet sasia e njerëzve, gjysma e kësaj sasie e njerëzish në votim. Pra, edhe pse i kemi dhënë të drejtë atyre që janë jashtë shtetit, por që janë shtetas të regjistruar në Shqipëri dhe që kanë të drejtë vote, është shumë e vështirë, nuk e di sa patëm kësaj radhe, 220.000, 230.000, edhe sa shkuam, pra është vështirësi kjo punë. Është shumë vështirësi dhe duhen disa modifikime në ligj. Që disa mund të kërkojnë 84 vota, që i ka Partia Socialiste, por disa, se është çështje kushtetuese, disa mund të kërkojnë 94 vota që nuk i ka, dhe do bashkëpunim. Po për çfarë referendumi? Referendumi ishte në idenë e Ramës që t'jetë parlamenti me 100 vetë. Mbase i dhe një ide, për shembull, Sali Berisha ka pas një ide edhe senatit. Një senat prej 40 vetësh. Pa nese. Në 120 janë 40 senat, në 100 çfarë u pa me shkurtime. Problemi është se ku jemi me referendumin. Referendumi është pak i vështirë, jo pak i vështirë, po e rregulloj fjalën, në fakt referendumi është shumë i vështirë në Shqipëri. Është realisht i vështirë. Sepse nuk mrrihen ato 1.8 milion njerëz të dalin votime. E para se nuk duhen, e dyta se janë jashtë. Është për tu vlerësuar si fakt, sepse kjo do t'i hapte rrugë, një modifikim i vogël mund t'i hapte rrugë referendumeve dhe për çështje të tjera. Nuk është keq nganjëherë që të pyesësh popullin. Unë nuk është se jam dakord ka shumë të pyetet populli me referendume sepse ka një parlament, por ne nuk na funksionon parlamenti. Dhe fjala kjo e hera fundit edhe Itali ishte disa përllogaritje gabim të qeverisë dhe të majorancës atje për ta interpeluar popullin, sepse sigurisht shoqërinë italiane, sepse sidomos në çështjet e drejtësisë është e papregatitur. Nuk mund t'ia thuash gjërat qartë, por modalitetet edhe eksperiencat nuk i ka populli edhe për drejtësinë. Funksionimit prokurorive, gjykatave edhe tillë. Po ky është moment tjetër. Që çaj duke kërku. Ne kemi më të thjeshtë nëse thuhet për punën e deputetëve. Pa ky intereson shqiptarëve nëse janë 100-140, ata e shohin vetëm nga ky prizëm. Ama të jenë më pak më mirë se na grin, të kushtojmë ca lek. Kjo është që më e vogël. Duke mos menduar se si ndahen zonat, se si do të bëhet Shqipëria në përfaqësim, sepse nëse ke pasur një deputet me 10.000 vota, sot do ta kesh me 20.000 ose 15.000 ose 30.000, dhe kjo përbën pastaj edhe ato lëvizjet në pluralizëm ose në demokraci, të cilat sigurisht i shfrytëzojnë partitokracia, i shfrytëzojnë partitë edhe populli, në ndërkohë ka marrë një vendim të cilit nuk i përgjigjet mirë në studimin që i ka bërë. Nuk është i gjithë populli ose shoqëria që voton i mirëditur për çështjet teknike, për çështjet e përfitimit politik dhe për çështjet bazike, por që sigurisht kanë të bëjnë pastaj edhe me qeverisjen. Në këtë pikë, edhe nëse themi që do t'i bëjmë referendumet, duhet rregulluar në radhë parë pjesëmarrja, duhet parë se si është ajo, dhe pastaj sqaruar mirë se çfarë kërkon referendum. Kjo është detyrë sigurisht e kushtetues dhe të zvoglosh ose të zmadhosh. Parlamentin e Shqipërisë është çështje kushtetuese. I takon kushtetues dhe kushtetues në ligjvënie, po dhe kushtetueses në ligjbërje, domethënë në marrje në shqyrtim, që ta sqarojë. Dhe normalisht mas kalimit bëhet vlefshme pastaj edhe votimi. Votimi, siç u shpjegova, ka këtë vështirësi. A do ta mrrin? Nuk e di, përpara kanë dy elementë shumë të rëndësishëm për sqaruar. Kanë elementin e ndarjes territoriale dhe funksionimin e kodit. A do t'i rregullojnë? Nuk e di. A janë afër zgjedhjet? Po afër zgjedhjet, në 2027 janë. Në qershor duhet bërë një ndarje e re territoriale.
sepse ky është edhe urdhri që i marrim nga Evropa. Dhe du të bien dakord. Ka mundësi që edhe mos bien dakord, por me fjalën e Edi Ramës se ne do vazhdojmë, dhe sikur mos të ketë pajtim nga Partia Demokratike dhe nga Sali Berisha. Do të vazhdojmë me forcat tona, çfarë mund të mbledhë Partia Socialiste, që nuk mbledh pak. Disa elemente janë aty që mund të bëhen edhe me 84 vota. Këtë desha t'ju shpjegoj në këtë emision, miqtë e mi, në këtë klip. Kemi një shërbim urban më të mirë në rritur cilësi, edhe këtë është sqaroi edhe Belet Beçi, dhe ju sqarova edhe çështjen e referendumit. Çfarë bën referendumi, sa mund të jetë i realizuar në Shqipëri, kush është perkursi, kush është rruga që duhet ndjekur për të shkuar deri ke referendumi e kush aprovon, dhe në përgjithësi pastaj çfarë mund zgjidhë ai si referendum. Dakor, miqtë e mi?